Pasi kalon gjirin e Porto Palermos, fshati Qeparo, 13 kilometra në jug të Himarës, është kthyer vitet e fundit në një nga destinacionet më të preferuara të turistëve vendas dhe të huaj. Për çdo që zgjedh të pushojë në Bregdetin e Jugut, infrastruktura lise e fshatrave përgjatë Rivierës siguron jo vetëm lehtësinë në lëvizje, por edhe pamje spektakolare mes blusë së kristal të jonit dhe kodrave të gjelbëruara. Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale pamje nga peizazhi i rrugës bregdetare të Qeparos, një perlë e Rivierës shqiptare. Qeparoi konsiderohet nga fshatrat më të vjetër të Bregdetit shqiptar dhe ofron dëshmi të jetës dhe kulturës së banorëve vendas ndër shekuj. I ndar midis një fshati të lashtë në maj kodre dhe një vend banim më të ri Buzdetit, Qeparoi ofron destinacionin më të mirë turistik për vizitorët. Fshati i sipër ruan shtëpi tradicionale prej guri dhe ullishte, ku familjet kanë jetuar për breza me radhë. Qendra historike e këtij fshati përfshin disa monumente kulturore të shpallura mes tyre, banesa tradicionale dhe objekte fetare, ndërsa pjesa e poshtme ofron akses në plazh me shëtitoren e re që kalon në të gjithë vijën bregdetare, që i ka dhënë Qeparoi tiparet e një fshati tipik turistik mesdhetar, ku janë ruajtur karakteristikat dhe traditat e zonës.